një gjë është e vërtetë. Serbia ka qenë dhe mbetet kriminale. Serbia ka qenë dhe mbetet përgjegjësia kryesore gjitha krimeve në Ballkan. Edhe do të mjafton në çdo takim. Qoftë edhe me pankarta, sa herë të jenë serb, dikon pasi thash edhe një herë që ka filluar një lloj narrative e serbëve, thua se ata nuk kanë bazë, thua se ata janë të mirë. Fatmirësisht kemi të dokumentuara gjitha ato masakra. Pikërisht, mirë po do të shikoj institucionet tona edhe individ do të me punu pak më shumë me i dokumentu këto krime, se ne e dim që janë bo krime, po me i dokumentu edhe në aspektin ligjor, që me pas pa di. Shikoni se çfarë bën Izraeli, edhe mas 80 viteve të Holokaustit. Ende ka filma, ka shkrime, ka aktivitete që nuk e harroj. Never again. Edhe ne do të me pas një aksion tillë, një memorie tillë që mos na përsëritet. Prandaj